Ndërkohë që pretendimi është për 1 milion që ju thoni. Për 1 milion, po, besoj unë. Tani ajo do varet se, okay, varet se sa marrin pjesë njerëzit që të përfaqësohen jo. Kjo na duhet çik punë ta shtojmë si nisëm, si projekt për gjithë komunitetin që të marrin pjesë, sepse ajo do na ndihmojë shumë nëse të gjithë marrin pjesë. Po, mendoj që te fushata e sensibilizimit, besoj keni kontaktuar apo ju kanë ofruar mbështetje edhe figurat e njohura shqiptare që janë aty me zë. Për t'i dhënë një deri tani është akoma jo, sepse sa ka nisur si fushat, jemi po ta them në underground për momentin, sepse dua që të kemi një ato grassroots i thon këta movement, si lëvizje. Pastaj do bëhet një marketing një fill patjetër, sensibilizim për gjithë komunitetin, por për momentin është akoma sa ka filluar. Mund të themi që më shumë janë shqiptarët e Malizia ata që i kanë hedhur themelët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më shpejt më përpara? Jo, s'mund ta themi këtë sepse ne dim që shqiptarët e parë kanë qenë nga Korça, Fanoli me ata kanë hedhur themelin e parë për ta qenë, kanë ardhur nga Shqipëria. Pastaj ka pas vala të ndryshme, ka qenë edhe nga Maqedonia e Veriut, Dibran kanë pas shumë që kanë ardhur, pastaj kanë ardhur nga Malizi. Po kjo është për të parë. Kjo është një ato informacione që unë jam shumë kurioz ta di, domethënë, cila kanë qenë ata shqiptarët e parë të hershëm që kanë ardhur dhe kanë hedhur themelët për ta thënë komunitetin shqiptar. Ndërkohë që të tjerë presin dhe shpresojnë për të ardhur. Shtetet e Bashkuara akoma shikohen si toka e premtuar. Po. Tash të tjerë presin të vinë, ne presim të kthehemi mbrapsht. Kështu ideja e emigrantit është pak si ta quaj, është s'po vjen fjala shqip tani. Okej, është gjithmonë lëvizje, por me këtë nismë që ju keni ndërmarrë, ndoshta mundet edhe atë që nuk u bë në Shqipëri edhe në trojet tona, të jetë një bashkim atje, pra bashkimi kombëtar të jenë Shtetet e Bashkuara. Po patjetër, ideja kjo është që ne duhet të bashkojmë shqiptarët nga gjitha trevat, jenë në një, po ta quajmë në një çadër të madhe që të kenë informacion, të kenë data. Po ideja e kësaj nuk është vetëm te numrimi, ideja e kësaj është më gjerë se kaq, sepse ne kur të marrim këtë lloj datën, do ta përdorim edhe si po ta quaj fishek për të marrë ndihma nga shteti amerikan, për të marrë fonde publike, duke i treguar që ne jemi më shumë se 224.000, atëherë ne kemi të drejtën të përfaqësohemi në spitalet, të kemi përkthyes, të kemi gjuhën shqipe kur merr patentën, të marrësh mundësi të marrësh fonde të hapësh shkolla në komunitetin shqiptar, nëse tregojmë që kemi një grup të një festë caktuar, mund të hapësh një kishë, një xhami. Domethënë ka shumë lloj mënyra që ne mund ta përdorim këtë për të treguar shtetit amerikan për të marrë fonde publike, gjithashtu edhe të bësh një si tip, po ta quaj unë, lobingu për të marrë, për të përmirësuar jetën e komunitetit shqiptar, për të marrë resurse për komunitetin shqiptar. Domethënë kjo do na vlej shumë, jo vetëm për numër që të dimë se sa jemi, po edhe se si mund ta përdorim këtë për të marrë sa më shumë fonde publike. Po, atë do të pyesja në fakt, pyetja e radhës ajo ishte sepse kemi parë që vitet e fundit Vatra sikur është zbehur dhe ka humbur atë shkëlqimin e dikurshëm. Ndoshta kjo do jetë Vatra e re. Jo, Vatra nuk, domethënë, ka atë historikun e vetë dhe nuk ka për të... Nuk kam gjë me historikun, por debatet vitet e fundit kanë qenë si në Tiranë për çështjen e Vulës dhe më duket kanë kaluar planet 2-3-core ato të shqiptarëve atje. Ajo është një virus që kemi ne të gjithë shqiptarët, nuk është vetëm te Vatra, që pothuajse çdo shoqat që ka pak a shumë këto lloj problematika. Ju keni zgjidhur aty se kush është kryetari, besoj. Jo, ne kemi bërë një sistem me të drejtën që është shumë nga struktura, është shumë, edhe unë nëse ikim nesër, kjo do vazhdoj si institucion, sepse mënyra se si është krijuar është bërë çdo gjë në sistem online, të gjithë kanë të drejtë vote, të gjithë nuk mund që unë personalisht të marr vendime në temë të shoqatës pa gjithë bordi i rënë dakord. Kemi krijuar edhe ato bylaws, i kemi publikuar, janë transparente, çdo gjë është shumë transparente, shumë korrekt, që edhe unë nesër, pas nesër nëse iki ose lë pozicionin, dikush tjetër mund të
bëj fushatën dhe të miratohet dhe të marrë vota që të vjetë presidenti i ardhshëm. Ideja e kësaj është që nuk është një shoqatë e një grupimi të vogël, kjo është një shoqatë e gjithë komunitetit. Prandaj dhe ne kemi munduar të marrim sa më shumë shoqata që të marrim të jenë pjesë e këtij projekti, të kenë ata një antar bordi në bordin nacional, po ta quaj, që ata ta shohin tamam informacionin si vjen, qysh janë, të kenë ata informimin e dur. Domethënë kjo ka qenë ideja e kësaj nisme, që të kemi sa më shumë përfaqësim nga të gjitha shoqatat, nga të gjithë individët, profesionistë, nga të gjitha institucionet fetare, që ne të kemi të japim maksimumin si komunitet. Ka pasur shqetësim për dhëna, duke qenë se përfshin edhe informacione sensitive? Ka disa shqetësime, por nga ajo pjesë mendoj që kemi bërë goxha punë të mirë me inxhinierët që kemi për IT-n, çdo informacion është i siguruar, është në Amerikë, nuk shkon jashtë Amerikës, si informacion ose si data po ta quaj. Nga ana të dhënat personale nuk e se janë shumë, ne vetëm nga ana personale kërkojmë emër mbi emër, emailin, zip atë kodin postar, po ta quajmë në shqip, edhe datëlindjen. Arsye datëlindjen sepse nuk duan që të kemi duplikime kur njerëzit bëjnë duplikime profilesh për këtë arsye. Domethënë janë vetëm 4 pika që janë personale, të tjera thjesht janë opsion, nëse do t'i plotësosh ose jo. Ideja jonë është që në fillim të kemi numrin, pastaj ti nëse do të na thuash më shumë informacion nga ana e demografisë, se si vjen, ku e ke prerardhjen, ato janë gjëra që janë opsionale. Ka shtete tjera, pra pakica të tjera që kanë bërë këtë në Shtetet e Bashkuara, apo ndjenin tuaj kjo nismë është? Ka. Jo, ka. Kjo nuk është diçka e re. Komuniteti azjatik ka bërë, komuniteti spanjoll e ka bërë gjithashtu, dhe gjithë komunitetet e tjera që kanë bërë këtë për ta përdorur, se ata kanë më shumë njerëz. Ju rrugën e keni të shtruar, do të thotë që edhe suksesi mund të jetë i garantuar? Tani suksesi nuk është asnjëri garantuar, po besoj që dy shqiptarë bashkë vështirë se do bëhen, aq më tepër të gjithë. Apo është vetëm 1 milion dhe. Nuk e di, them drejtën, kjo është një iniciativë duke parë që ne akoma s'kemi informacion, edhe ka ardhur koha tani që të paktën të dimë se sa jemi ku jemi me anë të teknologjisë, çdo gjë është bërë më lehtë, më thjesht, vetëm thjesht do të dimë si ta përdorim. Do jetë vështirë, po çdo gjë e bukur ka të vështirësinë e vet. Edhe mendoj që kur të marrë atë valën e dur, secili do ta pëlqejë si nisëm. Deri tani kam marrë goxha pozitiv përshtypje nga të gjithë që e kanë parë. Duket që i mungon shumë komunitetit një informacion si ky, edhe pse jo, edhe pse mos të bashkëpunojmë gjithë. Evin, unë të falenderoj për bisedën dhe ju uroj suksese në këtë nismë, edhe që sigurisht në fund të gjithë të procesit jemi akoma më shumë të bashkuar me këtë umur që po krijoni. Shumë faleminderit për intervistën dhe për kohën.